flasim loja. Pse mendon ti se duhet dalësh para Jo, Selinës? mas pari përgjigjo ti pyetjes ta. A ki diçka tjetër përveç kërcënimeve, ofendimeve dhe bullizimeve? Qa ki tjetër ti? Qa din tjetër? Dje mori 3 vota. 3 vota ka marrë dje. 3 vota ka marrë dje. Ti e fitusja 3-1. A do me në lanë? 3 arsye sepse ti meriton ma shumë se Selin me shku në finale. Nuk e përgjigj. Nuk e përgjigj. Pyetjes tam nuk e përgjigj. A ki na i sen tjetër përveç ofendime, bullizimeve dhe kërcënimeve? A ki na i sen tjetër? A di na i sen Nuk e ke kapacitetin. Më falë. Selin për në thyrë dhe në mirë më gjesë. A është kapaciteti jëtë? Letë flasin, në burë, letë bërë retorik këtë. Ju pra në regu pra të ta, di me ba gjatë tjetër, po me i thash, mu përgjisht ty në pyetje, pse meriton ti ma shumë se Selin? Shdin, ja shqiptar pra qa shofin, ti e out e motor. Ti ke dal nga gogla, ti jeni 2 gogla për momentin, me zzzz që këtë sileni, tani pritet për të këthy njena, me 95% jeti automatikisht mërën të gogla, finisht. Dhe ti ngel aty si numër i ftoft i bingos, se ka numrat zeta dhe numrat ftota, ti e numër i ftot. Aty rrin ti, me vite me tërë. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Se po shkove në finale, nuk ka pas kontrata televizore që keti ambicje për me ba. Këtë t'jeshe paste. Po. Dhe ta zen venin aj Noshta ose Juela. Okej, në regull. Se si di shkojnë në luftës. Po, ata 2 do mazojnë venin. Se mos mendoni ju se i merë një mirit, mëjnë. Jo, qëfart, jo, nuk mendojmë që marëm. Ka balojen për 89 dit, që e ka shprejsi Selin si ky që kanë kënë krenar për krabatin. U po dje. Ja kush është? Me ju në ba pra, se rrit indiane. Po indian të kanë kafe këtë, nuk e kanë kështu. Kanë kështu, kafe. Ta kishe në gjyros me motër. Kishe dalë ma perfekt. Për zotën straj, ta kishe në gjyros me kafe. Që se mjetë drejt vita lyë. Ka shumë pju djeg ylli jam balë? Po, ka shumë për djeg? Ka shumë për djeg? Sepse je një ylli vërtet tamam si njeri. Për zemrën që ke, kur t'je buk, kur s'ke thanë jo të buka, kur s'ke... A kupton? Aty të vlerësoj unë. Ky ylli këto nuk të bën që ki ylli m'bal. Të bën sjellja jote, të bëjmë veprimet e tua me pas ylli m'bal. Jo ky ylli këto, se ki yllin mush me vendosë edhe ti, po ti se ki ylli m'bal. Por yllin e ke vu n'bal, jo në tru. Po ti mundesh me vendosë edhe ti këtë yll. Po zdo të që ki ylli m'bal. Zdo të që ki ylli m'bal, se ylli m'bal të bën me pas sjellja jote do me thanë që ajo kam shtet që kam thanur që ti e trash. Me qenë se ajo që nëzirë nga goja ti, ajo që nëzirë ti nga goja, është komplet out, është komplet out. Nuk e mbështet kërkush atë që nëzirë nga goja ti. Mos dvi keq ty, mos dvi keq. Jo. Po mirë pra, a kina i gjë tjetër ti, a din me nga tregu nga i gjë tjetër në Big Brother përveç ofendime, kërcnime dhe bullizimeve. A din me nga tregu nga i gjë tjetër. Po a din ti me nga tregu nga i gjë tjetër përveç tyre 3 seneve, a din? Fare, i kam argumentu i 100 herë. 100 herë i kam argumentu. Po, mos po dënë me shku dhe njerë në studio mi argumentu. Jo se të para që talet. Ajde moj briki, ajde. Shko futur mërënë, sa ashtu shkom finalet. E ke mësua dhe Juelen me shpif gjana. Se që ka bajo? E ke mësu me shpif I gjana. I ka marrë nga ti. Këto veti i ka marrë nga ti edhe jo. Ej, po si s'flasim për këto kur majmë qëndrim mërë vla këto. To, armiqt. Pra kur do një jo. Pse a majta qëndrim dje, ja thash pastor. Unë qa problemit ke? Qfar qëndrimi? Qfar qëndrimit ma që duket si kur po përdor livjen kur nuk është tu për të përgjith për veten. Për atë që ta ty. Po pra, po e pe që... Po a majta pra, pëse s'tu farem nesh? Ajo shpif gjana, i ka marrë të veti nga ty, që ke hikë të mena, tu shpif gjana dhe vazhdo shpif, vazhdo